Gjoj, lajmi ditës që po gëllon është që pritet dhe kanë thënë që SPAK-u tashmë ka nën hetim një nga ministrat e kabinetit Rama. Pa u përmendur se cili është. Dhe dihet që kur ka lajme të tilla, sidomos në raport me SPAK-un, gjithmonë fillon dhe gëllon diskuri publik, diskuri në ambientet e gazetarisë, të avokatisë, të njerëzve, se cili mund të jetë. A ka në pikpamjen tënde dyshime se kush mund të jenë emrat të cilët mund të jenë në hetim dhe për çfarë? Majca ti ke informacion ose ajca ke pasur dhe ti vetë mundësi në intervistat që zhvillon ose në bisedimet? Marsit, unë kam një lloj, po themi, dyshimi se cilët mund të jenë, pra ministrat cilët mund të jenë përfolur. Megjithatë nuk do doja, po themi, të ditja në konkluzione, sepse e mendoj, po themi, si një lloj tëmi që mund t'i bëhet procesit hetimor në rast se flitet me emra konkret. Sigurisht që gazetarët kanë patur në çdo rast kur është bërë një arrestim ose një çështje gjyqësore e bujshme, kanë qenë ata që kanë ditur detaje të mëparshme, por siç është bërë zakon, flitet do ketë arrestime pas kaq ditësh brenda kësaj vere, brenda festave të nëntorit, brenda ditës dëshmorëve. Kështu që nuk do doja të bëhesha abuziv përderisa nuk kam diçka të sigurt dhe të pakontestueshme në informacion apo dyshimet paraprake të cilat kanë lindur që me publikimin e lajmit. Ajo që mund të thuhet me siguri është që lajmi është konfirmuar, pra që një ministër është në hetim, është konfirmuar nga vetë SPAK-u në një përgjigje zyrtare për një media të caktuar, ku thuaj se një ministër i qeverisë Rama është në hetim. Dhe nuk është ndonjë çudi e madhe, nuk është era e parë që shohim një ministër të hetohet, të ndiqet penalisht, të gjykohet, madje edhe të dënohet, dhe besoj që do të jetë, se s'dua të bie në atë kurthë që thash që nuk do të bie, por besoj se do të jenë muaj interesant. Patëm, po themi, një proces zgjedhor kur për mendimin tim u bë mirë që gjyqësori i la një lloj hapësire politikës për të bërë një fushat të pandikuar, për shembull si për zotin Berisha, ashtu dhe për eksponent të majorancës, nuk është se pati çështje që do në bujë gjatë fushatës, dhe mendoj se ishte një lloj e drejte që t'i jepte gjithë politikanët për ta bërë fushatën lirisht. Tashmë fillon me të vërtet sfida e madhe e drejtësisë, nuk ka më justifikime, nuk e pengon më asgjë SPAK-un, që në rast se ka, do të themi, shkelje të çardolloj natyre, të ndërmarrë edhe veprimet e veta. Është e drejtë, Gjoj, por ama duket sikur SPAK-u është futur në një dyshimit në publik për shkak të precedentit Troplini dhe të vonesës në arrestimin e tyre, sidomos një arrestim i cili ndodhi dhe një ekzekutim i gjithë materialeve të ardhura dhe dosjes të krijuar nga shteti italian, e afektoi në publik besimin ndaj tyre. Edhe si duket, unë jam gjithmonë kontekstualist dhe mendoj ngjarjet dhe zinxhirin e ngjarjeve në kontekstin e një qëllimi të caktuar ose të një funksioni të caktuar, dhe për shkak se ndodhi ky dyshim tashmë del ky lajmi që një ministër i kabinetit Rama po hetohet. A është kjo si gjithmonë kurbani që Rama lëshon për të legjitimuar mjetet e veta? Sepse është krijuar ideja e një lloj varësie tashmë të SPAK-ut, nëse deri dje SPAK-u perceptohej si një organ i paanshëm, pak në pikpamjen time, unë sot nuk e shoh më të veçuar jashtë një mjedisi ose konteksti politik. Marsit, shiko, SPAK-u ekziston në rrethana shumë komplekse, sepse për shembull buxhetin e SPAK-ut e përcakton parlamenti, dhe parlamenti ka një dominancë, po themi, të theksuar nga ana e Partisë Socialiste, dhe së dyti duhet të thënë që pra në një farë forme kanë një lloj leverage ose një lloj, po themi, pushteti, si do qoftë ai, politikanët mbi magjistratët, pra prokurorët dhe gjyqtarët, qofshin ata të prokurorive dhe gjykatave të zakonshme apo të prokurorive
dhe gjykatës posaçme. Në këtë drejtim, SPAK-u sigurisht që nuk është perfekt, sigurisht që ka, po themi, element ku njohës të mirë të ligjit, përfshirë këtu edhe juve, do të kishit kritika krejtësisht objektive dhe jam dakord që për një institucion sa do i rëndësishëm të jetë ai të ketë një lloj presioni politik. Por unë e mendimit që SPAK-u në kushtet që ekziston ka patur, po themi, lëvizje të paprecedenta në historinë e Shqipërisë, nuk ka patur kurrë më parë, po themi, emra që shkojnë deri tek ish-presidentët, ish-kryeministrat, kryetarët e bashkive, ministrat të lartë të kabinetit qeverisës, zëvendës kryeministri. Vetëm një gjë që SPAK-u s'ka bërë është godas një kryeministër në detyrë, megjithatë është ende një institucion i ri, por duhet të them që SPAK-u me gjithë peripecitë që ekzistojnë, për mendimin tim ka bërë një punë të lavdërueshme, edhe pse nuk duhet të jetë kompleks për këdo që në rast se vëren diçka negative ta thotë atë si e mendon. Për shembull, një nga problemet që e artikulojnë shumë juristë ka të bëjë me masat e sigurisë që ndonjëherë janë disi të tepruara dhe në këtë drejtim për shembull mund të jetë një kritik që vlen. Po ajo është fondi i komercit, miku im. Po mos e kishte atë lloj masa shpërsuese e cila shkakton frikën, nuk do kishte vlerë hija e SPAK-ut, sepse në filozofinë e së drejtës, gjithmonë, paktën profili im thotë që në qoftë se nuk ekziston kodi penal, s'ka se kuptim kushtetuta. Se kushtetuta norma deklarative ka, s'ka sanksione. Dënimi me burg, ose dënimi i arrestit me shtëpi, ose dënimi i detyrimit paraqitjes, to janë ato që e shqetësojnë dikë. Se po ti për masë administrative, për jashtimve ditë nga puna ose gjobe, to nuk se kjo në shqetësim të madh. Në rregull, Amerika ka me ekstrem se ka dënim me vdekje. Në Shqipërinë ne të gjithëve na bëhet qefi kur arrestohet një politikan, kur ka masa të dënimit me burg, unë shoh dhe për shembull në rastet kur arrestohet dikush dhe ne merremi me atë temë, interesi i publikut është shumë i lartë, por nuk duhet të konfuzojmë, po themi, këtë dëshirën dhe etjen e madhe për drejtësi me kodin e procedurës penale, me kodin penal dhe të gjitha, po themi, legjislacionet në fuqi që kanë të bëjnë me garantimin e një procesi të rregullt ligjor. Në këtë drejtim, unë thjesht përmenda një nga elementët që mund t'i bëhet si kritik SPAK-ut. A është SPAK-u i kontrolluar sot? Unë mendoj se SPAK-u është i ndikuar në qarqe të caktuara, por nuk besoj se është në kontrollin e askujt. Është thënë që po themi prokurorët caktuar kanë një qasje pro maggiorancës, prokurorët të tjerë pro opozitës, një pjesë shihen, po themi, si një promovimi drejt për drejt i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, dhe po themi dy njësitë diplomatike më të rëndësishme që e garantuan, e sponsorizuan në fillimet e veta, e shtyn përpara një proces totalisht reformues të reformës në drejtësi. A ka ndikime? Besoj që po, sepse nuk është se në SPAK u futën njerëz tabula rasa, pra njerëz që nuk njiheshin ose nuk ishin punuar në këtë sistem, u futën njerëz të filtruar nga vetingu, që ishte një masë domosdoshme, dhe njerëz me një perceptim të pastër për figurën dhe profesionalizmin e tyre. Qartë. Gjoi, si e shikon, duke qenë se në vrazhdën e këtyre ditëve është marrë goxha media dhe emisionet me fatin e Ilir Metës, dhe për shkak sepse u fut live në një emision nëpërmjet një bisede telefonike me zotin Tedi Blushi, ju ndërprej dhe stërvitja për 10 ditë, ju hoqen dhe girat edhe ato pallaskat e ping-pongut e tenisit që luan aty brenda. A e shikon që fati Ilir Metës është i determinuar që të jetë njeriu i parë i cili ngel totalisht jashtë politikës dhe dështon në pushtetin dhe fuqinë e tij pavarësisht funksioneve që ka mbajtur, apo qetësia e tij të bën të mendosh që ka asa në mëng? Shiko, Marsit, në rast se do themi për çështje të tjera ka patur
dyshime në rast të provave që mund të ketë grumbulluar SPAK-u, nga ajo që unë kam lexuar në pasazhe të dosjes së Ilir Metës, situata për të duket goxha më e rëndë, kjo për shkak të faturave dhe prove konkrete të karakterit financiar që SPAK-u ka mundur të administrojë. Flitet për çështjen Çezdia, për kontratat e lobimit në Shtetet Bashkuara, për operacionet plastike, për një hetim të gjerë pasuror, për fshehje të ardhurash, shumë element të tjerë. Pra duket sikur Meta ka qenë i survejuar për mbi një dekadë, po themi nga organet e drejtësisë, dhe në këtë drejtim situata e tij është shumë goxha të kompromituar, gjithmonë duke i ruajtur prezumimin e pafajësisë dhe gjithmonë duke u përmbajtur pretendimeve të prokurorisë së posaçme. Sa i takon Ilir Metës dhe profilit të tij politik, kujtojmë që ka qenë një nga njerëzit më të suksesshëm për ato që ka arritur dhe në një moshë goxha të hershme. Kujtojmë që mbetet një nga politikanët dhe deputetët e fillim viteve 90, u bë kryeministër në një moshë shumë të re, themeloi LSI-n pas një sherrri, po themi, me Partinë Socialiste, u bë kingmaker në 2 palë qeveri të ndryshme, u bë kryetar parlamenti, u bë edhe president i Republikës, ka qenë ministër i jashtëm gjithashtu. Pra nuk ka ngelur, po themi, post të cilin ai nuk e ka provuar, dhe në këtë drejtim kujtojnë ato videolojrat që kur arrije një mision të caktuar, mbusheshin ato kutizat me achievements në politikë. Kështu që të shohësh rënien e Metës është me të vërtet, po themi, e çuditshme se si një person që nisi me kaq forcë të dëshmuar në politikë përfundoi në një person që gati u harrua në një lloj kuptimi pas hekurave, dhe që u degdis në rreth 8.000 vota në zgjedhjet e fundit. Madje që u arrestuar parlamentare, gjithmonë duke u referuar rezultatit preferencial të tij në lista A. Por tani ja vodhën as ja vodhën, ky është një diskutim. Madje është arrestuar duke u tërhequr zvarr, edhe më kujtohet ajo shpulla kokës që i kanë dhënë një moment kur u tentoi të rezistonte. Pra dhe poshtrimi publik që ju bë për të treguar vendin, është më së i kuptueshëm që mesazhi ose simbolika e atij arrestimi ka qenë që kushdo është i prekshëm dhe kushdo nuk e ka marrë rolin e pushtetit që e rrethon. Por kjo është një çështje tjetër. Ajo që unë shikoj është që pjesa më e madhe e ekipit të tij, ose ish ekipit të tij, ka ikur ose në PD ose në PS. Dhe i vetët njerëz që i kanë ngelur janë Tedi Blushi dhe Risa Xhixho në kuptimin e politikës aktive dhe të mbështetjes aktive. Dhe ata kanë arsyet e veta për cilat ne nuk po i futemi. Ideja është që a vazhdon marrëveshja nëpërmjet Metës dhe Berishës, se duket sikur Berisha nuk e përmend më vazhdimsinë e fatit të Metës. Dhe si shikon ti, duke qenë se jo më larg se para 2 ditësh ke pasur një intervistë goxha të suksesshme me zotin Berisha, që për cilën meriton një bravo të madhe, si ka qenë qëndrimi Berishës në raport, qoftë edhe me fatin e Metës, po qoftë edhe me fatin e opozitës, Xhoj? Marsit, raporti Berisha-Meta ka qenë gjithmonë një raport interesash dhe për mendimin tim asnjëherë një raport dashurie. Thënë këtë, kujtojmë që ka qenë Ilir Meta si kryeministër, ai që ka guxuar të çojë drejt qelis, qoftë për pak orë Sali Berishën, ishte Sali Berisha që e quante Metën Ilir Floriri, akuzonte për sa afera, për trafiqe, ku të diun se çfarë, po të shohësh deklaratat e tyre ndër vite, do thoje që këta njerëz nuk do bëheshin kurrë bashkë. Aleanca Berisha-Meta ishte thjesht një aleancë politike që nisi mbi këto premisa, u zhvillua mbi këto premisa, dhe me siguri do të përfundoj mbi këto premisa, pra në saj të një lloj interesi ngushësisht politik përballë një armiku të përbashkët, duke përqafuar interesat përbashkëta
kundër, po themi, majorancës, kryeministrit Rama dhe drejtësisë, të cilën të dy, po themi, e etiketojnë me nota jo fort pozitive dhe vulgare. Nuk besoj se Berisha e ka dashur ndonjëherë Ilir Metën, mendoj se e ka respektuar për një lloj domeni politik, për një lloj identiteti karakterial, por asgjë më shumë se kaq nuk do të më çuditste, sigur doktori do ta braktiste Metën. Madje Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia e Lirisë asnjëherë nuk janë pranuar as nga baza e Partisë Demokratike, i kanë parë gjithmonë si klientelistë dhe për të vërtetës LSI-a ka qenë një parti nepotike, një parti interesash, një parti punësimi, por asnjëherë një parti me bindje ideologjike të forta. Për shembull, çka ka qenë një kauzë ideologjike që ti e mban mend nga Lëvizja Socialiste për Integrim. E vetmja kauzë e Lëvizjes Socialiste për Integrim është na jepni pushtet që të vi sa më pak era shtet. Ne të punsojmë sa më shumë e të zgjerohemi sa më shumë. Po. Dhe Marsit këtë e tregon ajo që the edhe ti, që shumë njerëz të Ilir Metës janë bashkuar Partisë Socialiste dhe pyetja është pse, nëse ishin kaq të afër me Metën, si u bashkuan me rivalin më të fortë të Metës, që është Edi Rama, dikur ka qenë një vartës i tij në qeverinë Meta, kujtojmë edhe kulisat në dëm të Fatosnanës, pra nga një vartës, Edi Rama e dominoi në një forme politikisht Metën dhe janë, po themi, tavolina komplet të kthyera dhe besoj se kjo e nxit edhe Metën që të mos dorëzohet, pra besoj se ka një lloj inati, se si me një person që dikur e tallte edhe nëpër tavolina, nëse e kemi parë disa video që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, Meta kishte një lloj dominimi jo vetëm të karakterit politik, por edhe socio-shoqëror. E shihnim që i bënte batuta, i thoshte ky se di është vetë se nga është, pra në çfarë raporti i qëndronte balanca ose disbalanca e pushtetit mes të dyre. Tashmë është një situatë krejt tjetër, por mendoj që Meta është në, po themi, pikën më të fundit politike të tij, a mund të rikthehet, besoj do të jetë shumë e vështirë, ka një proces gjyqësor përpara që, siç thash, është goxha i koklavitur, edhe përfshin një gamë të gjërë ku Spaku dyshon që ka patur parregullsi. E drejtë, si e shikon fatin e Partisë Demokratike, duke qenë se në emisionin të në Breaking News në Top News Joy, ai deklaroi që mos prisni pasardhës nga unë, mos prisni, le ta themi, në një forme lëvizje elitash ose leadershipi drejtues brenda PD-s, dhe kjo në lloj forme u kuptua që Partia Demokratike tashmë fortifikohet rreth Berishës dhe i vetmi njeri që dominon aty është Berisha dhe askush nuk guxon të dalë kundër. Në këtë pikpamje, si e shikon të ardhmen politike të Partisë Demokratike në varësi të këtij qëndrimi të liderit të saj, edhe të kësaj heshtje që është në pjesëtarët e tjerë ose anëtarët të cilët janë kryetar, që janë edhe deputet të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nga listat e mbyllura dhe nga listat e hapura? Shiko, Marsit, politika funksionon edhe si shkencat kompjuterike që njohin zeron dhe njishin. Pra kalon rrym, s'kalon rrym. Pse them këtë? Politika një votën. Ke vota, s'ke vota. Dhe Sali Berisha duket që nuk ka ndërmend të bëj një lëvizje altruiste dhe besoj se është në të drejtën e tij ta bëj diçka të tillë. Po. Në këtë logjik, besoj se Berisha ka një lloj të drejtë të thotë që për aq kohë sa unë jam mirë votuar i këtu, nuk do të largohem. Po. Deklarata që bëri në program, po, kishte të bënte me një lloj mesazhi të koduar, të paktën siç e prita unë. Mos kërkoni pasardhës nga Sali Berisha, ka disa kuptime. Në radhë të parë, eksperienca
e hidhur, besoj e pranuar ndonë se jo drejt për drejt nga Berisha me rastin Basha, pra ishte një eksperiment totalisht i dështuar. Po. Së dyti, fakti që Berisha tregoi se mund ta merrte partinë në rrethanat më negative të mundshme, pra i shpallur non grata, i akuzuar nga Spaku, me gjithë deputetët kundër, me Amerikën kundër, me Edi Ramën kundër, pra me çdo gjë arriti që po themi ta fus sërish PD-n nën diktatin e tij, duke marrë parasysh gjithë këto element. Dhe në këtë drejtim besoj se mesazhi i Berishës është shumë i qartë. Nëse dikush mund ose mendon që mund, le ta provoj. Dhe në këtë drejtim kjo duhet vi si një lloj reflektimi tek personalitetet e Partisë Demokratike, tek deputetët, të gjithë ata që kanë një ambicie për të qenë kryetar, që të formojnë po themi një grup votash që mund ta mposhtë Sali Berishën. A është kjo e thjesht? Nuk është absolutisht e thjesht. Historia flet vetëm në favor të Berishës, të paktën brenda asaj partie, duke filluar me Gramos Pashon, me Eduard Selamin, me po themi Azem Ajdarin që ka patur dikur edhe një qasje jo të ngjashme. Me Spartak Gjelën i cili bëri vencizimin, me Spartak Gjelën i cili bëri vencizimin. Me Spartak Gjelën, me Bamir Topin, me ndoshta me Arben Imamin që ka bërë gjithashtu një betejë ideologjike dhe të mirë. Po fatkeqësisht asnjë nga këto përpjekje nuk kanë funksionuar. Përmendim dhe figura të tjera të cilat kanë tentuar që të sjellin qoftë një lloj reformimi dhe asgjë nuk është bërë pa vullnetin e Berishës. Për shembull, gjëja e vetme e një lloj hapje të Partisë Demokratike që në kopi, që risolli partinë në pushtet, po ishte i gjithë një vullnet i Sali Berishës. Pastaj lista vazhdon me Ali Beajn, me Bashën, me çdo temë. Nëse analizon qetësisht, pavarësisht nëse dikush ka krijuar probleme për një lloj kohe brenda PD-s, në fundit finalja është gjithmonë e njëjtë. Berisha ka dominuar gjithçka. Tani, nëse deputetët s'janë dakord me këtë vizion Berishës, ose duhet të dalin përballë, ta kundërshtojnë, ose duhet të ikin edhe të formojnë një pol të tretë, cilin e kemi diskutuar shumë, po duket shumë i vështirë, ose duhet të qepin gojën dhe të pranojnë leadershipin e tij. Avantazhi i Berishës, legjitimimi i Berishës është se në ditën më të keqe mori 500.000 vota. Dhe besoj se numrat janë të qartë, janë aty. Nuk mund t'i kërkosh, po themi, llogarinë personi sepse ti merr më shumë vota. Pastaj a fiton dot me Ramën, ky është një diskutim krejt tjetër. Unë po flas vetëm për drejtimin e Partisë Demokratike. O duhet ta mposhtin, ose duhet krijojnë një grupim, fraksion, nëse mund të funksionojë, më duket edhe vështirë, po tani edhe nëse rrim gjithë urtë, sa hap njëri gojën kundër Berishës, Berisha është prapë i keqi, tani kjo nuk ka si të qëndrojë. Gjoj, pyetja e fundit edhe dua shkurtimisht përgjigjen. Tregoj rasti dhe precedenti i zgjedhjeve që vetëm Berisha nuk fiton dot, po pa Berishën nuk fitohet pushtetin. Për këtë doj që synon të mund Ramën. Qoftë brenda PD-s, qoftë asaj. Marsit, shiko, unë shoh vetëm një lloj shprese në rast se gjërat nuk ndryshojnë. Unë mendoj se Partia Demokratike mund të ruaj këto kvota. Në rast se nuk ka asnjë reformim, nuk mund të shkojë më shumë se kaq. Dhe mënyra më e mirë, të paktën strategjikisht, për të mposhtur Ramën ishte që poli i tretë imagjinar deri në këto momente të arrinte të krijonte një kapital më të madh politik, të krijonte një bashkim më të madh të votave, të krijonte një lloj shembulli se si mund bëhet një politik ndryshe, por asnjë nga këto elementë që unë po të përmend nuk janë manifestuar nga politikanët e rinj. Pra, mendoj që në rast se PD-ja nuk reformohet, do t'i ruaj këto kuota, nuk e di dhe për sa, por nuk më thot logjika që të ndryshojë ndonjë gjë e madhe. Në rast se të rinjt arrin që të sjellin një lloj energjie ndryshe dhe në një koalicion atipik, por të detyrueshëm,
ta kushtëzojnë Ramën poshtë numrit magjik 71, atëherë mund të ketë një ndryshim të status quo-s aktuale dhe mundësia e dytë është në rast se SPAK-u ka ndërhyrje të ashpra në raport me maxhorancën, gjë që nuk është e pamundur, por është gjithashtu e vështirë. Dhe në këtë drejtim besoj që ky është shansi i vetëm në mënyrën se si po shkojnë gjërat. Por nëse i shohim marrësit, këta kanë bërë çdo lëvizje të gabuar strategjike. Dëgjova diq po shaj Agron Shehaj nga po themi eksponent të opozitës, nuk e kam takuar asnjëherë Agron Shehaj, nuk kam asnjë lloj interesi në po ti nuk e ke vetëm me këdo ti flet shumë racionalistë dhe këto. Fakti interesant se kam takuar kur dhe nuk e them për ta mbrojtur apo përballë maxhorancë që fitoi 83 mandata, Agron Shehaj mbeti për të sharë tani të jemi realistë. Në këtë drejtim, vetë partitë e reja shkojnë zjenë për gjykata, pa ditën për shpifje, për akuzat rreme, PD-ja i quan veglat e Edi Ramës, shajnë në njëri tjetrin, fiton Rama edhe falë sistemit pak për edhe për shkak të sherreve të tyre dhe vazhdo pas strategji se do dali ku do dali. Po kështu nuk fitohet. E drejtë.